Bërzolla viçi me patate do përgatitim sot në gastra si quhet në Greqi, edhe në Shqip është, nuk e di tani si e themi, po unë do ta them këtë tepsin që është me kapak, që mbyllet, do me thënë edhe nuk ka nevojë t'i vësh letër kuzhine nga lart as letër alumini, se mbyllet edhe zien me një herë gjella brenda edhe bënet aq e shishme, aq fantastike. Tani tek bërxollat unë hodha krip piper, piper të kuq, piper të zi, çfarë të doni juve, unë i hodha nga të dyja, nga një çikë, rigoni jep shije fantastike bërxollës, i hodha edhe një çik ver të kuqe, po të doni nëse nuk e keni qejf, mund të mos i hidhni ver juve. Në të njëjtën mënyrë përgatita edhe karotat edhe patatet që i hodha brenda, do me thënë i hodha të njëjtat erza që i hodha edhe tek mishi, i trazova dhe ato mirë, edhe pastaj i hodha brenda në tepsi. Në fillim do të kisha hedh patatet, pastaj bërxollat, po s'ka problem, i nxora nga lart. Pak ujë fare që të munden që të ziejnë brenda. E vendosim në tepsin me kapak në 180 gradë, varet edhe nga furra juaj, do ta shikoni, do ta lëm që të ziej, para se të ziej në fund fare do t'ja heqim kapakun që të marrin këtë ngjyrën nga lart, të dalin kështu të kuqe edhe fantastike. Do ta shoqëroj me sallatë jeshile me olivë. Ciao, ciao, të kaloni bukur.